Kur Allah thot të sprovoheni të ndruar shikues, çka nuk kupton? Përgatituni. Mos u llastoni. Mos jetoni në ëndra, në imagjinata. Ase fatkeqësia shumë njerëzve që edhe vdekjen e dëshirojnë, atëherë kur pritshmëritë e tyre nuk realizohen. I themi, gabimesh ke prit. Gabimesh ke prit. Është dash me njohë këtë realitet. Është dash me u ballafaqu. Pra të nderuar, aq që mënon se dunjaja gjithmonë ka me përgdhel, gjithmonë mirë ka me shku punë. S'ka luftë në dunja. Nuk ka probleme në dunja. Nuk ka njes lig në dunja. Aq që kështu mënon se duhet dunjaja me funksionu. Dhe në çdo ballafaqe me situata të tilla, zhgënjie, dëshpërohet, nuk ja del. Sinqerisht nuk ja del. Ama e del ai cili nuk i kërkon telashat. Jo problemet, nuk i kërkon besimtar, nuk i kërkon. Por nëse ballafaqohet me to, është i gatshëm gjithmonë.